s'di me përshu s'ka fjallë, se një fandinje e pa parashikueshme, mirë po jam shumë i lumtur për gollën që ndihmova ekipin, ku një falënderim shkon për gjithë stafin edhe bashkëlitarët ku pa ta nuk do të ishte e mundë edhe ajo goll. Jam shumë i lumtur që ndihmova ekipin dhe sepse kemi qenë në një situatë jo aq të mirë, jo çush i takon Prishtinës me qenë, mirë po lojën e kena tejtë me kallëzu vetën edhe besoj që kena mundu mirë edhe me dalë në Evropë. Ishte një kampionat me plot sfida, ku kemi pas ullje ngritje dhe rastin e kemi ta kallëzojmë vetën në finalen e kupës, ku jemi përgatitur maksimalisht për ndeshje. Me kampionate kemi mbyllur dhe jemi të fokusuar maksimalisht për tejtën dhe shpresoj që të ndahemi të kënaqur dhe të fitojmë kupën. Një falënderim i veçantë shkon për Federatën e Futbollit, ku më vlerësuan përsëri si ylli i javës. Një ndjenjë mjaft e mirë për mua, ku duhet të vazhdoj me paraqitje të mira.